Përshëndetje miq. Në videon e kaluar folëm për rëndësinë e magneziumit, shkaqet dhe ushqimet që duhet të konsumoni. Por sot do të shkojmë një hap më tej. Do të flasim për llojet e ndryshme të magneziumit, si të veproni që trupi ta përfit më mirë dhe pse jeta moderne e bën më të rëndësishëm konsumimin e magneziumit. Pra le të shohim bashkë dhe të zbulojmë çdo informacion hap pas hapi. Llojet e magneziumit. Magnezium citrate. Magnezium citrate është një nga format më të përdorura të suplementeve, i njohur për aftësinë e tij për të përthithur lehtë nga trupi. Ai ndihmon kryesisht në tretje dhe përmirësimin e funksionit të zorëve, pasi ka një efekt laksativ të lehtë, i cili mund të jetë i dobishëm për ata që ndihen të fryrë ose vuaj nga kapsullëku. Përveç efektit të tretjes, citrate gjithashtu ndihmon në absorbimin e kalciumit dhe rregullimin e kontraktimeve muskulore, duke mbështetur muskujt e zemrës dhe muskujt skeletor. Përshtatet për persona që ndihen të ngarkuar pas vakteve, ose që kanë probleme të shpeshta me zorët. Ushqime që e përmbajnë. Ujë mineral, çokoladë e zezë, drithëra integrale, perime jeshile si spinaçi dhe brokoli. Këshilla praktike. Merreni me ushqim dhe pini mjaft ujë për të maksimizuar efektin. Citrate mund të jetë zgjedhja ideale për mëngjes, duke ju ndihmuar të filloni ditën me energji të lehtë dhe trup të balancuar. Magnezium glicinate. Ky lloj lidhet me aminoacidin glicin dhe ka efekt qetësues në sistemin nervor, duke ndihmuar trurin të relaksohet dhe trupin të përgatitet për gjumë. Glicinate është shumë i butë për stomakun, ndaj mund të përdoret çdo ditë pas shqetësime të tretjes. Përveç qetësimit, ai kontribon në stabilizimin e humorit, uljen e ankthit dhe përmirësimin e cilësisë së gjumit, duke ndihmuar në rivendosjen e ekuilibrit nervor pas ditëve të ngarkuara. Përshtatet për njerëz me pagjumësi, stres të lartë ose ankth, apo për ata që duan të përmirësojnë fokusin përmes një gjumi cilësor. Ushqime që e përmbajnë. Bajame, arat, fistikët, avokado, spinaq dhe brokoli. Këshilla praktike. Merreni zakonisht në mbrëmje para gjumit. Kombinojeni me një vakt të lehtë ose një filxhan çaj kamomili për një efekt qetësues maksimal. Ky lloj është ideal për të rikuperuar nga dita e lodhshme dhe për të përmirësuar energjinë mendore të ditës së ardhshme. Magnezium malate. Ky magnezium përmban acid malik, i cili ndihmon prodhimin e energjisë në qeliza, duke luftuar lodhjen dhe duke përmirësuar performancën fizike dhe mendore. Malate është i dobishëm veçanërisht për ata që ndihen të lodhur, që kanë muskujt të dobët ose vuajnë nga mungesa e energjisë gjatë ditës. Përveç prodhimit të energjisë, ai ndihmon në uljen e dhimbjeve muskulore dhe rivendosjen e tonusit të trupit, duke e bërë ideal për persona që bëjnë aktivitet fizik dhe që kërkojnë të qetësohen pas palestrës. Përshtatet për persona që punojnë shumë fizikisht ose mendërisht, sportist ose ata që vuajnë nga lodhja kronike. Ushqime që e përmbajnë. Fasule, qiqra, thjerrza, tërshër, patate të ëmbla dhe perime jeshile. Këshilla praktike. Merreni në mëngjes ose pas aktivitetit fizik për të siguruar energji gjatë ditës. Kombinimi me proteina dhe fibra ndihmon përthithjen dhe ruajtjen e energjisë për periudha më të gjata. Magnezium taurate. Ky lloj lidhet me aminoacidin taurine dhe ka një rol të rëndësishëm për zemrën dhe qarkullimin e gjakut, duke mbështetur shëndetin kardiovaskular. Taurate ndihmon në stabilizimin e rrahjeve të zemrës, uljen e tensionit të lartë dhe mbrojtjen e enëve të gjakut, duke e bërë një zgjedhje ideale për ata që duan të ruajnë një zemër të shëndetshme. Përshtatet për persona me tension të lartë, të moshuar ose ata që duan të mbrojnë zemrën dhe qarkullimin e gjakut. Ushqime që e përmbajnë. Peshë të yndyrshëm si salmoni dhe sardelet, spinaq dhe farat e kungullit. Këshilla praktike. Merreni gjatë ditës me një vakt të lehtë. Kombinimi me ushqime të pasura me kalium dhe omega 3 mund të përmirësojë efektet pozitive për zemrën dhe qarkullimin e gjakut, duke e bërë këtë lloj shumë të dobishëm për një përdorim afatgjatë. Magnezium threonate. Ky lloj është unik sepse kalon barrierën gjak-tru, duke ndikuar drejt për drejt në sistemin nervor qendror. Ai ndihmon në përmirësimin e kujtesës, fokusit dhe funksioneve njohëse. Përveç këtyre përfitimeve, threonate ndihmon në stimulimin e mendjes dhe fleksibilitetit nervor, duke rritur aftësinë për të mësuar dhe për të përqendruar më shumë. Përshtatet për student, profesionist që punojnë me trurin ose të moshuar që duan të mbajnë trurin aktiv. Ushqime që e përmbajnë. Drithëra integrale, arat, farat e linit, spinaq dhe fruta të thata. Këshilla praktike. Merreni në mëngjes ose gjatë ditës kur keni punë mendore intensive. Kombinimi me ushqime të pasura me omega 3 ndihmon kujtesën dhe përqendrimin, duke maksimizuar efektin e suplementit. Magnezium kloride.
Ky magnezium përdoret shpesh në vende të veçanta si spraj ose vaj për lëkurën, pasi përthithet shumë mirë dhe ndihmon në relaksimin e muskujve dhe ngërçeve pas ushtrimeve intensive. Ai mund të jetë shumë i dobishëm për sportistët ose për ata që ndjen tension muskulor pas aktivitetit të përditshëm. Si vepron? Përthithet përmes lëkurës duke arritur drejt për drejt tek muskujt e lodhur dhe duke ndihmuar në rigjenerimin e tyre. Përshtatet për përdorim lokal pas palestrës, masazh muskulor ose pas aktivitetit fizik. Ushqime që e përmbajnë. Kombinimi me ushqime të pasura me magnezium mund të rrisë efektin. Këshilla praktike. Shtoni disa pika mbi muskujt e lodhur dhe masazhoni butësisht. Përsëriteni 2-3 herë në javë për rezultat optimal. Magnezium oxide. Ky lloj ka përmbajtje të lartë magneziumi, por përthithet më pak nga trupi. Shpesh përdoret si laksativ afat shkurtër, por nuk është ideal për përdorim të përditshëm, pasi nuk ofron përfitime të tjera për trupin. Si vepron? Rrit përmbajtjen e magneziumit në zor, duke nxitur lëvizje dhe duke lehtësuar kapsullën. Përshtatet për përdorim të rastësishëm kur ndjeni nevojë për ndihmë të shpejtë në tretje. Këshilla praktike. Ndiqni udhëzimet e paketimit dhe mos e teproni, pasi mund të shkaktojë diare ose shqetësime stomaku. Mënyra si trupi e përthith dhe ruan magneziumin. Shumë njerëz e dinë se magneziumi është i domosdoshëm për trupin, por pak kuptojnë si përthithet dhe si ruhet ai në organizëm. Pjesa më e madhe e magneziumit që marrim përmes ushqimit përthithet në zorën e hollë, ndërsa një pjesë më e vogël përthithet në zorën e trash. Megjithatë, kjo përthithje nuk është gjithmonë e plotë. Ajo ndikohet nga mënyra si ham, çfarë kombinojmë me ushqimin dhe gjendja e sistemit tretës. Për shembull, marrja e magneziumit me ushqim ndihmon trupin ta përthithë më mirë, sepse prania e proteinave dhe acideve yndyrore ndihmon në transportin e tij drejt qelizave. Në anën tjetër, nëse merrni magnezium me stomak bosh, një pjesë e mirë e tij mund të humbas pa u përthithur plotësisht. Një tjetër faktor i rëndësishëm është vitamina D, e cila luan rol kyç në përthithjen e magneziumit dhe ruajtjen e ekuilibrit të tij në gjak. Pa mjaftueshëm vitamin D, trupi ka vështirësi të mbajë magneziumin në nivele të qëndrueshme, edhe nëse e merrni rregullisht. Po ashtu, vitamina B6 dhe kalciumi ndihmojnë që magneziumi të përdoret më mirë nga muskujt dhe nervat, duke mbështetur funksionet qelizore. Nga ana tjetër, ka edhe faktorë që pengojnë përthithjen ose shpejtojnë humbjen e magneziumit. Kafeina, alkooli dhe pijet me sheqer të lartë mund të rrisin nxjerrjen e magneziumit përmes urinës, ndërsa disa ilaçe si antibiotikët ose diuretikët mund të ulin ndjeshëm nivelet e tij në trup. Po ashtu, stresi kronik shkakton një reagim hormonal që e djeg magneziumin më shpejt, duke krijuar mungesë të fshehtë që shpesh nuk e kuptojmë menjëherë. Për ta ruajtur nivelin e duhur, është e rëndësishme jo vetëm të merrni mjaftueshëm magnezium, por edhe të krijoni kushte që trupi ta përdorë siç duhet. Ushqimet e pasura me magnezium si spinaçi, arrat, drithërat integrale, avokado dhe farat janë mënyra më natyrale për ta ushqyer trupin. Kur këto kombinohen me diell për vitamin D dhe zakone të shëndetshme, trupi jo vetëm që e përthith më mirë magneziumin, por edhe e ruan për më gjatë në qeliza duke mbështetur energjinë, fokusin dhe gjumin. Këshilla praktike. Nëse përdorni suplement, merreni pas vakteve kryesore dhe shmangni konsumimin e tepërt të kafes ose alkoolit. Përthithja është më e mirë kur trupi është i hidratuar dhe kur keni mjaft vitamin D në organizëm. Magneziumi dhe jeta moderne. Në botën e sotme, mungesa e magneziumit është bërë pothuajse normale. Jeta moderne është e shpejtë, plot stres, angazhime, kafe dhe orë të zgjatura para ekraneve. Të gjitha këto ndikojnë drejt për drejt në mënyrën si trupi ynë e përdor dhe e ruan magneziumin. Stresi i përditshëm shkakton prodhimin e tepërt të hormoneve si kortizoli, i cili bën që trupi të humbas më shumë magnezium përmes urinës. Kështu, sa më shumë stres kemi, aq më shumë varfërohet trupi ynë nga ky mineral jetik. Përveç stresit, edhe ushqyerja moderne luan një rol të madh. Ushqimet e përpunuara që gjejmë në treg sot kanë shumë më pak magnezium sesa produktet natyrale të para 30 apo 40 viteve. Për shembull, rafinimi i drithërave heq stresat e jashtme, ku ndodhet shumica e magneziumit. Po kështu tokat bujqësore janë më të varfra në minerale. Për shkak të përdorimit të tepërt të plehrave kimike, gjë që bën që frutat dhe perimet të kenë më pak përmbajtje minerale se sa dikur. Një tjetër faktor që shpesh neglizhojmë është stili i jetesës. Pijet me kafeinë dhe ato energjike, konsumimi i alkoolit apo i ushqimeve me shumë sheqer ndikojnë në uljen e përthithjes së magneziumit. Edhe mungesa e gjumit dhe qëndrimi i vazhdueshëm para ekranit krijojnë një gjendje stresi të heshtur që shteron rezervat e trupit. Në një farë mënyre mund të themi se jeta moderne na vjedh magneziumin pak nga pak çdo ditë.
Kjo është arsyeja pse shumë njerëz, edhe pse han mjaftueshëm, ndihen të lodhur, të irrituar ose me mungesë përqendrimi, pa e kuptuar se pas gjithë kësaj, mund të fshihet një mungesë e lehtë magneziumi. Zgjidhja? Jo domosdoshmërisht më shumë suplemente, por më shumë ndërgjegjësim. Të rikthehemi tek ushqimi natyral, të kujdesemi për gjumin, të ulim stresin dhe të ruajmë ekuilibrin mes trupit dhe mendjes. Një trup që merr mjaftueshëm magnezium është më i qetë, më energjik dhe më i gatshëm për të përballur me ritmin e shpejtë të jetës së sotme. Efektet negative dhe kujdesi. Edhe pse magneziumi është thelbësor për trupin, marrja e tepruar ose e gabuar mund të shkaktojë efekte negative. Për shembull, magnezium citrate dhe oxide mund të shkaktojnë diare ose shqetësime stomaku nëse merren në doza të mëdha. Magnezium glicinate zakonisht tolerohet mirë, por marrja e tepërt mund të shkaktojë dhimbje barku ose dobësi muskulore. Magnezium malate mund të shkaktojë diare ose ndjesi të lehtë të dhimbjes së stomakut kur merret në doza të larta. Magnezium taurate dhe threonate janë relativisht të sigurta, por gjithsesi duhet të ndiqni udhëzimet që ju jepen, sidomos nëse keni probleme me zemrën ose presionin e gjakut. Magnezium kloride përdorur në lëkurë zakonisht nuk ka efekte anësore, por shpesh mund të shkaktojë irritim të lehtë të lëkurës tek disa persona. Këshilla praktike. Mos e teproni me suplementet. Gjithmonë ndiqni udhëzimet e paketimit ose rekomandimin e mjekut. Kombinojeni gjithmonë me ushqime natyrale të pasura me magnezium dhe pini ujë të mjaftueshëm për të minimizuar efektet anësore. Magneziumi është shumë më tepër se një mineral, është aleati juaj që do t'ju ndihmojë të ndiheni më mirë fizikisht dhe mendërisht, kur jeni përballë ritmit të shpejtë të jetës moderne. Faleminderit që na ndoqët deri në fund. Mos harroni të lini një like, të abonoheni në kanal dhe ta ndani këtë video me të tjerët, sepse kujdesi për shëndetin fillon nga vetja.